konte asgjë tjetër. Si për ironi të fatit, sot 35 vite pas rënies së sistemit, në krye të qeverisë kemi pinjollin e një prefirmtarëve të atij akti, të birin e ish antarit Komitetit Qendror të Partisë Punës së Shqipërisë, Edvin Rama, i cili me të gjitha format po kërkon të riabilitojë kriminalet e regjimit dikurshëm, mes tyre dhe vetë atin që ishte beu me devotshmëri. Akti më i paprecedent ishte ai para 2 ditëve ku Akademia e Arteve i dha medaljen e menjojës Kristaq Ramës, njeriu i cili pa ju dridhur dora firmosi aktin e ekzekutimit të Avzinelës. Duket se kjo akademi, e cila duhet të jetë bërthama e shpirtit lirisë, është vënë në shërbim të interesave meskine të pushtetit natyrisht me udhët e Edi Ramës, i cili nuk lë rast pa i kujtuar shqiptarëve trashëgiminë e tij që vjen nga sistemi i kaluar. Në fakt, Akademia e Arteve po të kishte kurajon, atë medalje t'ia dorëzonte pinjove të Kristaqit në Kukës, ku si dëshmi e ndërgjegjes qëndronte një bust i poetit që u ndërprehet padrejtisht. Në rast se krerët e institucioneve shqiptare kërkojnë t'i bëjnë nderet pa qenë e Edi Ramës, do ishte udhës të gjeni forma të tjera, jo duke lënduar shpirtin dhe kujtimin e pasardhësve të atyre që u vranë, torturuan dhe u burgosen nga regjimi i kaluar dhe shërbëtorët e tij, ku një ndër ta ishte edhe Kristaq Rama, i ati biologjik i Edi Ramës. Partia Demokratike, duke dënuar këtë akt, i bën thirrje asaj pak ndërgjegje që i ka mbetur krerëve të institucioneve në këtë vend, që të reflektojnë dhe mos bëhen servil të pushtetit duke shkelur mbi vuajtjet e shqiptarëve që u persekutuan nga regjimi. Ky është një provokim i rëndë për ta dhe për shoqërinë shqiptare në përgjithësi. Kriminalët e regjimit kaluar duhet të përçmohen dhe jo të jepen certifikata mirënjohje, siç ndodhi për trupin e atyre që organizuan atë farsë më 13 maj. Faleminderit.